Po ja afrohemi dal nga dalë edhe minutave të fundit të intervistës sonë, po ashtu dhe afër edhe përfundimit të programit të mëngjesit. Do a lë juve ta përgjithni një poezi që unë ta lexoj para të shikuesve. Të gjitha janë të bukura, të gjitha kanë nga një mesazh, kanë vuajtje brenda vetes, kanë mërzi, po kanë dhe atë jeshin e tyre. Unë mendoj, cila do t'ishte? Unë mendoj kështu, dytë fillimit, pasi të gjithë shqiptarët gjithë shqiptarisë jemi prekur nga luftrat, është miku tim që jam kështu Agron Gashit, është poezia numër 8, faqe 8, ose ato heroj përjetshëm. Po, ose ato të parën që i kushtohet të zhdukërve, që është numër 7. Po nëse na përndon koha që të dyja, por do e lexoja të parën hero i përjetshëm. Në heshtjen e mëngjesit të zbrazët, emri yt më vjen si lutje e vjetër, si jehon që s'ndalet kurrë, në mendjen time kujtimet me ty. Ti ke si hije, në dritë, pa kthyer kokën pas. Për një synim më të madh se vetja jon, për t'i dalë Zot tokës son. Ulur në hije, në biseda pa fund, për fjalët e tua që s'kishte shok. Të thonin Agron, po trim ishe në këtë botë. Plumbi stafiku shpirtin, asera se fshiu gjurmën tënde. Ti jeton në çdo frymarrje lirie, në çdo flamur që ngrihet me përkrenare. Sot unë flas me ty në heshtje, se di që diku për tej dhimbjes ti buzëqesh në paqe, sepse ti ja dole ta bëje atë dheun e lirë. Kushtuar miku tim dëshmorit Agron Gashi.